Ka shkaktuar fortunë në rrjetet sociale dalja në emision live në gjendje të dehur të gazetarit Kushtrim Sadiku. Kjo solli jo vetëm reagime nga qytetarët, por edhe nga gazetarë të tjerë. Për shembull, Berat Buxhala shkroi me ironi në rrjetet sociale: "Të fortë kishte bë Kushtrim Sadiku atë debatin për Kosharen." Gazetari Sadiku ka reaguar duke kërkuar falje për situatën e krijuar gjatë debatit. Ai ka sqaruar se është në një trajtim mjekësor për një sëmundje të lukthit, njëkohësisht po bën trajtimin e implanteve dentare, që i kanë vështirësuar komunikimin dhe i kanë shkaktuar lodhje. Sadiku ka mohuar akuzat për konsum të alkoolit, duke i cilësuar ato si të pavërteta. "Unë kam qenë në efektin e ilaçeve që kam marrë për trajtim, por atë ditë duhet të dilja dhe nuk doja ta lija emisionin pa transmetuar, por ky rezultoi një veprim i pamenduar mirë nga ana ime. Më vjen keq që më goditën kaq fort dhe harruan punën dhe përkushtimin tim", u shpreh gazetari. Mediat në Kosovë janë interesuar edhe pranë mjekëve për të kuptuar nëse gjendja e gazetarit ka qenë e tillë pas marrjes së medikamenteve. Stomatologu është shprehur se për implante pacientët zakonisht trajtohen me antibiotik dhe në këtë rast mjekimi nuk ka ndikim në ngadalësimin e të folurës ose në qasjen që ketë e personat e tjerë. "Unë nuk mund të flas me saktësi se çfarë mund të ketë ndodhur me gazetarin, por ajo që ju them me bindje është se antibiotiku në rastin e implanteve nuk e ka atë ndikim", u shpreh mjeku stomatolog. Gjithsesi, njerëzit mbeten të ndarë në dy grupe. Ka nga ato që mendojnë se nuk duhet hedhur poshtë puna e gazetarit ndër vite, por ka dhe nga ato që shprehen se daljet të tilla në televizion janë jashtë etikës. Po ju, si e komentoni këtë situatë? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.